Departamenti i Shkencave Mjekësore në Universitetin e Durrësit organizoi një workshop 2 ditor me temë Kujdesi paliativ holistik në partneritet me disa institucione, mes të cilave Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore dhe Qendrën Vullnetare të Emergjencave Civile. Koordinatori i këtij workshopi, pedagogu Indrit Bimi, kishte përgatitur deri në detaj gjithçka që përmbante kjo konferencë, që duhet thënë se i tejkalonte të gjitha parashikimet e një konference kombëtare. Të pranishëm në këtë event, përveç studentëve dhe stafit akademik, ishin edhe shumë ekspertë ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rumania, Hungaria dhe Italia. Problemet që dalin në kujdesin paliativ dhe në smundje të rënda dhe të pashërueshme janë pjesë e kujdesit memoror dhe e kujdesit të gjithë ekipet mjekësor që kemi. Edhe ne përpiqemi nëpërmjet programeve tona që kemi hapur, siç është infermieria përgjithshme, mamia, fizioterapia dhe masteri, në përpjekje që të nxjerrim studentë sa më të mirë dhe sa më të kujdesshëm, që të kenë një ndjenjë humane për të ndihmuar dhe për të kontrolluar pacientët, të cilët kanë nevojë për ne. Diskutimet e specialistëve të huaj, por edhe vendas, ishin për kujdesin paliativ dhe në veçanti mbi mënyrat e trajtimit të personave që vuajnë nga sëmundje që janë kërcënuese për jetën, të tilla si kancerit, çrregullimet progresuese pulmonare, neurologjike, HIV/AIDS e të tjera. Ky workshop u shoqërua edhe me një marrëveshje bashkëpunimi mes palëve, si një risi e Departamentit të Shkencave Mjekësore në Universitetin e Durrësit. Gjithashtu duhet vënë në dukje se ky departament punon në të gjitha drejtimet për të rritur cilësinë në mësimdhënie, por njëkohësisht për të rritur edhe performancën në degën e infermierisë, si një nga degët më të frekuentuara dhe të kërkuara nga të rinjt.